Quhemi Mosa Hametaj, dhe që kur ishe e vogël më ka pëlqyer gjithmonë piktura. Mamaja ime roba qepse më ka futur dashurim për ngjyrat dhe harmoninë e tyre. Vizatimet gjithmonë kanë qenë, teknikat e vizatimeve kanë qenë gjithmonë të ndryshme. Po vitet e fundit kam përsosur teknikën e batikut, ndërsa rrobat e pikturuara, edhe këto filluan rastësisht. Në familjen time motra pëlqente aplikacionet dhe një ditë më kërkoi që të pikturoja një fustan. Fillova t'ja pikturoja dhe teknika fillimisht ishte e vështirë për t'u realizuar. Mu deshën gati 10 vjet që tani teknika është, nuk mund të them është përsosur, se duhet akoma që të punoj, por teknika ka përparuar shumë. Është një teknikë që nuk i afrohet as teknikës të vajt, as të akvarelit, dhe të asnjë teknikë tjetër. Është më ndryshe se ka të bëjë, është një teknikë ndoshta që është më e përshtatshme për një grua, që di të laj rrobat, që di të kuros, që di të Atëherë kjo aplikohet edhe në veshje? Po, dhe në veshje, sidomos tek fustanet, del shumë e bukur. Nëse zgabohen, Veshja juaj, po? Po, e kam punuar unë. Aha. Si procedoni? Si inspiroheni? Si zgjidhni modelin? Modelin e zgjedh kur kam parasysh personin, është ai që është muza ime, sepse aty unë nis të personalizoj. Edhe aty është dhe bukuria dhe forma e plotë e pikturës që bëj. Për të realizuar këtë bluzë në formën e tanishme, më është dashur shumë punë. Gjithmonë gjë e parë ishte personi I cili kërkoi këtë bluzë, që ishte një shqiptar. Edhe ishin ditët e 100 vjetorit të pavarësisë. Atëherë unë zgjodha shqiponjen. Piktori dhe shqiponja. Një piktor ka të lishmërinë edhe për ta veshur një bluzë të tillë, që mund të quhet pak ekstravagante për personat e tjerë që kanë një look shumë të moderuar. Kjo bluzë mund të shëndit për të arritur në këtë forum, sepse shqiponja këtu është stilizuar, nuk është një shqiponjë tamam si ajo e flamurit. Dhe ky ishte qëllimi im. Edhe I arrita. Ishte një ngjyrë e bardhë dhe tani e shikon që është me gjithë këto ngjyra, edhe nga ana tjetër nuk është bosh. Pra, është sfondi dhe është figura qendrore. Ngjyrat janë absolutisht water resistent, që I rezistojnë ujit? Ngjyrat janë shumë rezistente dhe me lavatrice. Vetëm që materialet janë dy lloj. Pambuku, po një pambuk I mirë, dhe linoja, edhe mëndafshi. Mëndafshi është absolutisht më I asturbushëm. Më I përshtatshëm. Po, më I përshtatshëm. Diçka më shumë rreth I faktit, nga hobi tashmë kjo po kthehet gati në një drejtimin tuaj. Cilat janë planet tuaja të ardhshme? Ç'mendoni se do të bëni me këtë? Kjo po kthehet në një objektiv pune për mua. Po? Për një motiv. Meqense tani riciklimi është gjëja që të gjithë e kërkojmë dhe nga të gjithë pranohet. Dhe unë këtë riciklim e konsideroj kështu. Pra, një gjë, kjo bluzë apo ky fustan, nga një fustan jashtë përdorimit, kthehet në një fustan jashtëzakonisht të bukur, kthehet në një veshje të mrekullueshme, unike, edhe shumë të personalizuar. Atëherë bluza është gjëja që është më e përshtatshme, apo jeni në gjendje të realizoni të gjitha llojet? Fustane, për fëmijë, për të rritur, grup mosha? Të gjitha fustane, bluza, pardesy dhe palto. Keni hapur ekspozit me punimet tuaja? Sigurisht që kam hapur ekspozit me punimet e mia, I kanë pëlqyer, po gjëja që unë dua më shumë është të bëj bluza, fustane, palto të personalizuara për shoqjet e mia, dhe çdo bluzë që kam realizuar, apo fustani, apo paltoe, kam vënë emrin e personit të cilit e kam dhuruar. Dhe kjo më jep shumë satisfaksion, me të vërtetë, dhe më bën që puna të më eci shpejt, të ndjej kënaqësi kur e punoj,
sepse po ta bësh ta kthesh në qëllim për vetvete, që unë po punoj këtë fustan, sepse dua të bëj me këndshëm, sepse dua të fitoj, kjo nuk ta jep kur as kënaqësinë as realizimin e asaj që së bukur. Duhet të ketë brenda shumë zëmër, përveç gustos edhe harmonisë që njeriu ka brenda vetes tij. Duke pasur kënaqësinë që ti jem një nga mikeshat tuaja, që prej fëmirisë, unë ju njoh shumë mirë dhe di dhe shpirtin tuaj idealist. Megjithse ju në Itali jeni shumë e pranishme dhe keni në pikpamjen e anës materiale atje është shumë e lehtë për ju, kanë vënë re dëshirën tuaj për të qenë prezente edhe në Shqipëri, edhe në qytetin tuaj të lindjes në Vlorë. Si e shpjegoni këtë ndjesi? Rënjët janë shumë të thella brenda nesh. Rënja është Vlora. Nuk jam vetëm unë që dua Vlorën, po kudo që ka miq poet apo shkrimtar, të gjithë flasin në mënyra të ndryshme, shprehin dashurinë për Vlorën dhe lidhjen e fortë me Vlorën. Të shpresojmë që do të jeni e pranishme me në ekspozitën tuaj dhe më shumë se sa kaq me njerëzit, me vlonjatët që duke veshur punimet tuaja t'ju bëjnë që të ndiheni dhe freskinë e detit dhe t'jeni e pranishme në Vlorë. Kjo do të ishte një gjë fantastike.